Të mërkurën do të kthehen në sallën e Kuvendit të Kosovës. Për qëllim deputetët e zgjedhur nga zgjedhjet e 28 dhjetorit do të kenë konstituimin e Kuvendit. Por nënkryetari i partisë së parë fituese Lëvizjes Vetëvendosje Glauku Njufca shpreson që të kryhet edhe çështja e formimit të qeverisë. Nesër do të bëhet Kuvendi dhe nesër shumë shpresoj që do të bëhet edhe qeveria. Ne kur nuk e kemi refuzuar aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. Deri tash vazhdimisht Lëvizja Vetëvendosje ato natyrisht kanë qenë betejë politike, por kur i ka dhënë vul gjykata kushtetuese, siç ishte rasti për shembull vitin 2014, kur thatë që jo nuk mundi me bëj shumicën do ta bëj vetëm fituesi i zgjedhjeve. Ne u tërheqëm dhe vazhduam sipas opinionit të gjykatës. Edhe politologu Avdis Smajlaj shpreson që kjo të kryhet sa më shpejt. Por ai thotë se nuk ka ende marrëveshje dhe nuk dihet çka do të ndodhë me propozimin për nënkryetarin e komunitetit serb. Një ndryshim u vret tek votimi në KQZ, që ishte ndryshe nga votimi paraprak, që është një shenjë që ndoshta mund të tejkalohet kjo krizë, të konstituohet Kuvendi, pastaj të krijohen edhe komisionet parlamentare dhe të krijohet qeveria, sepse Vetëvendosja aktualisht i ka numrat. Për Smajlaj, emri Albulena Haxhiut duhet të propozohet sërish për kryetare të Kuvendit të Kosovës, sepse ndryshe nuk ka kuptim. Nëse nuk del zonja Haxhiu, atëherë qysh mund të justifikohen ato 40-50 seancat që Vetëvendosja kishte si obligim kryesor, si një lloj objektivi kryesor politik për ta bërë zonjën Haxhiu si kryekuvendare. Rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit u certifikuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të hënën, hap ky që i hapi rrugë edhe thirrjes së seancës konstituive nga e para e shtetit, Vjosa Osmani.